unë Ilirin kam ndonjë 2-3 herë, në faktikisht para si me hin Big Brother, po është edhe në tipin tim ose në karakterin tim që kimi jam tërhek me njerëz të batutave, me njerëz që janë popullor, i thojnë gjanat ashtu si e mendojnë, edhe babaxhan, edhe kisha një kënaqësi sepse me till njerëz nxjerr edhe anën tonë më të mirë, po edhe ati edhe iman sepse edhe ai nxjerr pjesën e vet më të mirë, domethënë te pjesa pozitive, te pjesa batues, sepse mendoj që populli shqiptar ka nevojë për batuta, si çdo njeri që ka nevojë për me qesh çdo ditë, edhe te kjo gjë isha më shumë i fokusuar. Pavarësisht sepse aty duhet me kenë kameleon, edhe duhet me u përshtat njerëzve se si të sillen, edhe kishte edhe momente që u transformohet e njeriu, por mendoj që me Ilir Vernozin është një mirësi sepse batuta gjithmonë, edhe tash si kam dal, kur bëj ndonjëherë rrugë, se kam qenë në Korçë disa herë me te, janë batuta të shumta, edhe mendoj që nuk janë llonë as 10% se sa kena bë aty, sepse është për batuta Ilir Vernozi është enciklopedi. Pavarësisht unë kisha ata tjetës të me dhun batut, se kisha dhun jetën dramo-komedik, kështu që mendoj që kena met mendjet publikut edhe ishte një kimi e mirë me Ilir Vernozin. Se nëse ndjeni që qarkullon në rrjetet sociale disa nga leta që disa nga batutët tuaja që më virale kohëve së fundit. Si ndjeni kur i shfletoni këto në rrjetet sociale? Faktikisht nihesh mirë, kam marrë shumë mesazhe suportuese, edhe se gjithë secili në fakt ka fanbase-in e vet që quhet, por kam marrë mesazhe suportuese, kena bash, siç e thash, shumë batuta me Ilirin, po ndoshta interesi i publikut nuk e di ku unë ka kenë ndoshta kronika roz aty ose debatet e sherrët, për mu me kenë më në fokus, nije mirë sepse siç e thash, kur bën dike me qesh, je edhe më afër me gjithë secilin prej publikut. Është diçka shumë se na kena në natyrë, në ditë më të vështira, në Shkodra ka shumë personazhe që ndoshta nuk janë hiç publik, po që e kanë batutën në mënyrë fenomenale, edhe se e kena traditë, kur vjen dikuj si e thojnë, i ka ardhur deka shnash, ose do të thonë ka ardhur deka shnash, është kur vdek moshë të madhe. Në edhe në xhenaze aty bëhen batuta, kujtohen ndoshta gjanat çka ka lënë personazh, pra kur vjen deka shnash, sepse ka edhe fatkeqësi të ndryshme, por kur vjen si thonë na ka dek shnash. Mendoni se ju të dy do mbeteni në historinë e Big Brotherit si dyshja më simpatike e cila e ka bërë publikun për vete nëpërmjet batutës dhe sarkazmës së saj? Po mendoj që ka me djerë. E ndjen këtë influencë në publik? Mendoj që kena me kenë pjesë e historisë, po rekorde gjana dhe më thanë kanë Shqipnia prollon, Big Brother prollon çdo ditë dhe ka fenomene nga më të ndryshme. Unë siç e thash, më vjen keq që dola aq shpejt, kishim shumë me lanë, edhe Iliri masi dola, unë doli edhe Stina edhe i ra, u mërzit sepse s'po gjete vetin nëpër debate ose nëpër situata të tjera. Kishim shumë me lanë, po që kjo ishte ajo që meti. E qartë. Se no, me ke Shkodran tana i banë. Se në fishta, çfarë nuk dha tek vetja vetë për shtëpinë e Big Brotherit? Çfarë mendoni ju që nuk dha, që dolët nga i televotim me zarftësi? Mendoj që unë aty qetësinë e hupa një moment, por tu pa dinamika që ka pas Big Brotheri e shaf vetin si të bëm korban, sepse ka pas situata edhe më të rënda, edhe gjeste si puna jeme, edhe s'doli kërkush. Ndoshta a dash me kenë në prej më i artikuluar me marr fjalën ose mu fokusu 100% të loja, të intriga, por nuk dhe me dal njeriu prej vetit, unë mundohesha me në atë habitatin tim, të gentilesa, aty të lokali, të nej muhabet, të nej batut, po si që thash, ka njerëz që aty i kena pa, ka nej të ditën fjet, ka ndalë prej lëmë rrëfimit të qa, ishën lëmë rrëfimit sa të dëshin, e kur vim puna, kapshim primin për 5 minuta. Kja është i diqa që unë edhe në fakt nësi Shkodran e kena të lidhën edhe me sportin, në qëse e arrim, dhe që e arrim kundër tanëve, edhe
po ja shtri dorën kuj. Po mendoj që më mirë me dal ashtu si dola, aq shpejt sa dola, se sa si disa me aq dinjitet, ose se siç e thash, kisha dhënë më shumë, kisha shumë me tregu për familjes ku vi, për rrethit shoqëror, për të njerëzve, se kam njerëz dashamirë sa shumë pozitiva, njerëz figura që e kanë anën njerëzore nota 10, edhe se sa si disa tjerë që janë halo deliranta, edhe veç se nuk i lidhen të shtëpia Bigut, sepse doshin mi promovu një mënyrë ku di gjanë. Ashtu edhe publiku që nështë e i ka majtë, por ma mirë si dole unë se sa me shku se si sa shkunen disa tjerë. Jam shumë krenar. Ma mirë 2 javë se sa 3 muaj e me dalë si Kristi. E qartë, Seno, ju pak ko më parë u rikëthyt sërish në shpinën e Big Brotherit. Një fragment i shkurtër, le ta quajmë disa orë, si u ndjet kur u rikëthyt në këtë habitat? Faktikisht Të kishte munguar? Atë ditë më kishte munguar shumë, edhe kam pas emocione më shumë se ditën e parë. Sepse sinqerisht e kam dash shumë si eksperiencë, domethënë ti ishte i mundësi zgjedhjet, për shembull, a den ku di gjave ti shifër me lek, del sot apo do më dal pa lek, po më ec më gjatë, dosha vetëm me shiu në maksimum. Univa shumë i emocionum, pavarësisht se pak prej banorëve që kena kënë në fillim kishin met aty, po ishin edhe tjerë që edhe pse s'më kanë njohur kur prej afër, më kishin përmend sa herë, të përmend Rrug Gertin, Artan Kolën, që edhe s'kishin njoft, kurse Miri më ka përmend disa herë dhe më ka vlerësuar shumë, edhe shumë tjerë që ishin aty, si Joela, si Brikena ndonjëherë, po kishin me pak njerëz, siç e thash, që un kam kënë në fillim atë 2 javorshin e parë. Po, në fillimet, në prajmet e fillimit. Edhe gjithsesi si në shtëpi tonë nihesh aty, domethënë ishte kohë e shkurt, po edhe vetë situata mos reagimeve nuk t'jepte mundësi me bë diçka më shumë, por janë emocione që mesin, edhe sinqerisht kisha emocione më shumë se sa ditën e parë. Nga që e dosha shumë si programacion, e dosha shumë si eksperiencë, edhe meti një peng që na jeta shumë pak. Si keni pritur ftesën nga vllai i madh? Më ka shkruar në Instagram që dua ta falenderoj, ta përshëndes Petrina Gorica. Është një vajzë profesioniste, po edhe për të vlerësuar, edhe më shkruan në Instagram se no, ai mirë. Kisha dashur me të taku, me pi kafe, besoj që ta merr mendja. Edhe ktheva përgjigje, pa merrni thash mend, ma merr mendja, po merren mend për njash mend sa kam, domethënë janë do më marr. Sepse e disha që Petrina është kryesore. Autore e Big Brother. Autore edhe... E përshëndesim të rast e Petrinën e përshëndesim edhe jam shumë mirënjohës e falenderoj shumë për ftesën që më ka bë. Është me të vërtetë një vajzë që meriton respekt.